bashkëdhetar, në emër të Frontit për Bashkim Kombëtar Shqiptar me statusin e sekretarit politik të përgjithshëm të tij, në emër të kryetarit tonë Degës Kosovës, Zotit Ismail Bayraktari, ju njoftojmë se sot u largua nga ne i nderuari atë Haxhi Thaçi, babai i Hashim Thaçit, babai një familje të madhe atëdhetarësh, me kontribut të jashtëzakonshëm për kombin dhe për çështjen tonë kombëtare. Përcjellim ngushëllimet tona më të sinqerta familjes Thaçi. Ju urojmë kombi bekoft veprën dhe sakrificat e tyre, duke garantuar shpirtin e tij që të rrijë qetë, se Hashimi do të kthehet në shtëpi dhe UÇK-ja do të fitojë sërish. U preksh në paqe Bacaxhi, me nderim dhe vlerësim Fronti i Bashkimit Kombëtar Shqiptar. Gjej rastin t'i kërkoj Zotit Albin Kurti, kryeministri të Republikës Kosovës, në emër të FBK-s, që nesër ose kur ta shikojë ai të arsyeshme, të shpalli një ditë zije shtetërore. Arsyet dhe motivacionet dihen. Atëdhetarët dhe UÇK-ja duhet të vlerësohen. Roft komi shqiptar nga Preveza në Nish.